E rrohu 2 herë gruan brenda ditës. Goditje me peshqir, e kabllë të rrymës, pjata të thyera në kokë, tërheqje zvarr. Kërcënime, dhunë e urdhër mbrojtës. Një ngjarje tronditëse ndodhi të ejtën e kaluar në Malishev, ku 2 vëllezërit Morina u vranë nga arma e zjarrit me të cilën shkrepi i dyshuari Astrit Isufi dhe ndri tyre. Isufi akuzohet për dhunë në familje dhe kanosje, ku për këto vepra ai kishte qenë në borg për pak kohë. Kjo pasi vendimi i marrë fillimisht nga gjykata themelore në Prishtinë për burg, ishte ndryshuar si mas nga gjykata e apelit. Detajet e akuzës janë tronditëse. Thuhet se Astrit Isufi e kishte rrarë e kërcënuar vazhdimisht gruan e tij, duke i thënë madje se do t'i vras anëtarët e familjes së saj. Lajminet ka raportuar se ndaj Isufit ishte ngritur akt akuzë në muajin prill të këtij viti dhe i njëjti ishte burgosur, ku burgimi që ky zgjati fare pak. Në fillim Astriti ishte dënuar nga gjykata themelore në Prishtinë për kanosje, që i kishte bërë gruas dhe familjes së saj. Ai me 30 mars 2025 theksohet që kishte rrarë gruan e tij dhe të njëjtën e kishte kërcënuar, që në rast se ndahet nga ai do ja vras anëtarët e familjes. Ti zguxon me u nda me mua se ka me të vra familjen me t'i faru me ka krejt. Sipas dosjes me 30 mars të këtij viti, Isufi në mëngjes, derisa gruaja e tij ishte duke përgatitur drekën e festës së Bajramit, me që rast i pandehuri ishte zgjuar nga gjumi dhe kishte thirrur gruan e tij, të cilën e kishte goditur me peshqir në trup, duke i kërkuar asaj që t'i zgjojë fëmijët nga gjumi. Më pas i Morina kishte shkuar tek fëmijët, të cilët ende nuk ishin zgjuar, dhe duke u kthyer sërish tek Isufi për t'i treguar. Pas kësaj Astriti thuhet se ishte nervozuar dhe kishte sulmuar dhe kishte filluar ta sulmoj fizikisht gruan e tij, përfshirë këto shuplaka e grushte në të gjithë pjesën e trupit. Pasi kishin kaluar disa orë, Astriti ishte kthyer në shtëpi pas disa vizitave tek familjarët dhe kishte kërkuar ushqim nga gruaja e tij, kur viktima ishte thënë se mungon një nga produktet ushqimore, ku kishte nisur një sherr tjetër, e që për herë të dytë ai e rrohu gruan e tij brenda ditës. Astriti kishte marrë pjatat e ushqimit dhe i kishte thyer në tokë, duke e tërhequr më pas zvarr gruan e tij dhe të njëjtën e kishte futur me dhunë, e që pastaj kishte filluar ta godas me kabllë të rrymës në pjesë të ndryshme të trupit, e që në atë moment vajza e tyre kishte hyrë në dhomë duke i kërkuar babait të saj ta lëshoj pasi që po e mbyt nënën. Dosja tregon se po ashtu që Astriti nuk e kishte ndaluar derisa ishte i dukur i mjaftueshëm, duke e përdorur dhunë ndaj bashkëshortës, të cilën më pas e ka larguar nga shtëpia. Në lidhje me këtë rast, prokuroria themelore ka konfirmuar se akt akuza ishte ngritur ndaj të njëjtit, ku gjykata themelore e Prishtinës me degë në Drenas kishte dënuar atë me burg prej 154 ditë dhe 300 euro gjobë për dhunë në familje, derisa kanose i llogaritej 500 euro, që i bie gjobë prej 800 euro gjithsej. Një gjë që është më e çuditshme është se gruaja e Astritit kishte treguar që asaj nuk i është lejuar as mbajtja e telefonit, e që pa telefon ajo nuk ka mundur të raportonte rastin e dhunës fizike, ku ai madje kishte kërkuar nga gruaja që t'u thotë familjarëve se nuk kanë se çka lypin ato. Pas ngjarjes shokuese, gruaja ishte vendosur tek familja e saj, kurse fëmijët po jetonin tek babai për shkak që të mos ndërpritej shkollimi. Pasi Isufi ishte dënuar me 5 muaj burgim, apeli kishte ndryshuar vendimin e shkallës së parë, duke ndryshuar edhe kozgjatjen e dënimit nga 5 në 3 muaj për rrahje brutale që i kishte bërë gruas së tij, si dhe kërcënimet ndaj të njëjtës. Gjërsa në lidhje me vendimin e themelorës, kishte bërë ankesë avokati Isufit Muhamet Binaku, ku në përgjigje në ankesë ishte paraqitur edhe përfaqësuesi i gruas së Astritit, Faik Morina, e cili kishte treguar se gruaja ishte kthyer në shtëpinë e përbashkët me Astritin në Komoran tek fëmijët e saj me 22 prill të këtij viti, me marrëveshjen e 2 palëve të familjes. Në akt gjykimin e siguruar nga lajmi në apel, ishte thënë se të dy familjet kanë rënë dakord për kthimin e gruas në shtëpinë e përbashkët, në mënyrë që një rast i tillë të mos përsëritej, duke u arsyetuar se ai tani më është i penduar. Pastaj apeli kishte mbajtur edhe seancën e kolegjit dhe kishte shqyrtuar ankesën, e cila nuk ishte për shkelje esenciale të vendimit, por për ndryshimin e saj. Mbrojtësit e të dy palëve në këtë rast kishin mbështetur kërkesën që shqiptohej dënim me kusht.
Gjykata e apelit i kishte shqyrtuar të gjithë situatën dhe kishte ardhur në përfundim që t'i ulte dënimin me burgim nga 5 muaj në 3 muaj burgim, duke shtuar se ky dënim është më i butë dhe në harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të kryerjes së veprave penale me shkallën e përgjegjësisë të akuzuarit dhe kjo do shërbej si preventiv gjenerale. E në lidhje për këtë çështje për lajmin e ka folur avokati i gruas së Astritit Faik Morina duke bërë të ditur se ndaj Jusufit ka pasur një urdhër që të mos i afrohet gruas. Gruaja ishte kthyer në shtëpinë e tij gjatë kohës sa ishte në burgim për të qëndruar afër fëmijëve. E Morina ka theksuar se ndaj Jusufit pati për një vit urdhër mbrojtës që të mos i afrohet gruas së tij. Në këtë urdhër mbrojtës, tani më të siguruar nga ne, thuhet se i ndalohet palës, siç është Astrid Jusufi, që të shqetësoj palën e mbrojtur, në atë mënyrë që t'i ndalohet palës përgjegjëse që në mënyrë të drejtë për drejtë, përmes personave të tretë apo në çfarëdo lloj mënyre tjetër të komunikimit të ngacmoj, shqetësoj, manipuloj, ofendoj, kërcënoj, përndjek apo të vëzhgoj palën e mbrojtur nga personat në marrëdhënie familjare me të. E në kuadër të urdhërit mbrojtës që ishte vendosur në këtë rast, u tha se urdhërat mbrojtës hyn në fuqi menjëherë në atë kohë. E një detaj shokues ishte fakti se në njërin prej rasteve kur gruaja ishte rrohur brutalisht nga ai, e pranishme kishte qenë edhe vajza e tyre, e cila ai kishte bërë thirrje babait që të ndaloj. Dyshja nga kjo martesë kanë disa fëmijë bashkë.